kur ata që synonin të mbronin interesin e Kosovës, ishin krye të një lufte çlirimtare, kërkoshin të shpalleshin terroristë. Kjo më kthej bashkë në qatë moment. Ma krijoi një foksi ndjenje shumë të këbshme, të cilën ju e sollet me fjalimin tuaj as pak të vdeshëm. Ajo që ka bërë policia e Kosovës këto ditë, duke mbajtur më shumë konferenca shtypi se duke ofruar prova, ka qenë ajo që vetëvendosjes është duke i ndodhur tashmë disa vjet. Nuk është vetëm java e fundit që ka qenë kështu. Ne si vetëvendosje jemi mësu me këtë friksim terrorizues të popullit që po ja bën qeveria përmes kësaj propagande të pashembullt, ku i prezanton 2-3 armë edhe thot këta janë njerëzit që pas kanë gjuajtur Kuvendin e Republikës Kosovës. Përpjekja që përmes ekspozimit të thjeshtë për Frosër Krasniqin edhe për Petrit Ademin nuk kemi asnjë dëshmi, mirë po edhe për kundër kësaj është mirë që të mbohen në paraburgim. Çka mund të thoni për këtë, zonja Gazeli? A është ky terroristi në Kosovë? A është ky ai i cili e pas ka sulmuar Kuvendin e Republikës Kosovës? Kurse për të tjerët thonë, ende nuk kemi dëshmi të sigurta, por jemi duke i mbledhur ato. Shife. 4 ditë para mbajtjes së seancës ku do të votohet demarkacioni. Pra që t'ja japni edhe një etiketë, edhe një lloj televizit vetëvendosje, që t'i provoni gjitha metodat e juja të paturpshme, që vetëm ju dini si përdorni, që të mos del populli sot në demonstratë. Sepse me mediat e juja policore e keni kriju përshtypjen sikur nëse dilni me një statorë në protestën e vetëvendosjes, është njëjtë sikur se dilni në luftë. Këtë ndjenjë, këtë atmosferë, po sikur mediat e Miloševićit e keni kriju jo me kontrollimin e policisë, me manipulimin e policisë edhe me manipulimin e medjave, duke thënë që qytetari i Kosovës rrespe se me dalë me spreti pa knatësina ditë është sikur me dalë luftë. Mund vritës, ka me pas dhunë, këta janë terroristët, këta e kanë gjuhë me zollë Kuvendin e Kosovës e kështu me radhë. Vjen shumë keq për juve personalisht që jeni bërë pjesë e kësaj makinerie të turpit e të propagandës. Ministri Skënder Hyseni ka kërkuar fjalën. Me zollë Kuvendin e Kosovës e kështu me radhë. Vjen shumë keq për juve personalisht. Ministrin si deputete, dhe të flet pastaj me emrin me njerë fjalën. Faleminderit shumë zotni kryetar. Të nderuar deputet, kolegë ministra. E merr replik me njerë, api len ministrin si deputete, dhe të flet pastaj me emrin me njerë fjalën. Faleminderit shumë zotni kryetar. Të nderuar deputet, kolegë ministra, të nderuar përfaqësues të medias. Policia e Republikës së Kosovës, sipas gjitha vlerësimeve të paanshme ndërkombëtare, është policia më profesionale, me integritetin më të lartë në Ballkanin Perëndimor. Policia e Republikës së Kosovës, unë ju ndëgjova me shumë vëmendje, ndëgjoni ju lutem, edhe do t'ju ndëgjoj gjithë ditën. Policia e Republikës së Kosovës është duke e zbatuar mandatin kushtetues dhe ligjor me saktësi maksimale. Policia e Republikës së Kosovës është institucion palës kurrizore e këtij shteti, nën kontroll civil dhe demokratik të këtij kuvendi, të komisioneve përkatëse parlamentare. Dhe absolutisht është e papranueshme
që policia e Kosovës të quhet polici kriminale. Si policia e Kosovës. Policia e Kosovës asnjëherë. Policia e Kosovës asnjëherë u tha se përfaqësues të policisë me prirje kriminale kanë bërë këtë atë. Policia e Kosovës e ka krye punën e vetë dhe e ka dorëzuar në prokurori dhe në gjykata. Është absolutisht çështje e vlerësimit dhe gjykimit që do të bëjë një gjykatë e Kosovës, e paanshme, në cilën duhet kemi besim që janë, në cilën duhet kemi besim që janë të paanshme. Nuk do të lejojmë që për shkak të individëve, të njolloset institucioni, as të në përkëmbet institucioni, as të problemi më i vogël, ka mundësi e leni me fol. problemi më i vogël janë individët. Problemi më i vogël janë individët dhe ne do të flasim sepse policia e Kosovës është institucioni që po e kryen punën e vetë më së miri që është e mundshme. Dhe ne të gjithë bashkarisht duhet ta përgëzojmë këtë polici të Kosovës për punën e shkëlqyeshme që po bën në të gjitha frontet. Dhe natyrisht unë ju siguroj këtu që Inspektorati i Policisë të Kosovës do të mirret në mënyrën më serioze me çdo shkelje që mund të bëjnë individët brenda policisë të Kosovës. Mirë, po jo mi bazën e percepcioneve, jo mi bazën e alegacioneve, ose thashe thënave të kujt të qoftë dhe nga ku të qoftë. Faleminderit. Recep Selimi e ka kërkuar fjalën, s'ka replikë zonja Gaxheri. Është precedent, si veç unë më e bëjnë këtë kuvend, edhe Glau ka sti 2 herë, masi është ja, s'kan. Replik nuk ka, se pastaj po mund, nuk ka. Era parë nuk mujtë kryojon e precedent. Recep Selimi e ka fjallën, kini kush dënë me kërku fjallën për erë. Ja, prit pak, ende jem mrena 30 minutit. Shqyqane, që kuj keme dhe mediat atje, leta që kuj. Ma ka dalë. S'ka replikë, ku deklarimit jashtë të randi ditës. Minister, mu nuk do të më pengon të sikur ministrit e dilte, sërish pas me e këtu do të në përgjigjej në ja 2-3 qeshtje. Unë do të thamë dhe njerë që policia Kosovës nuk është ajo polici që farët po mundohet të bej pushtetin Kosovë. Ka gjetur disa individ, disa eksponent që me mënyrët dhe forma se si janë graduar po të regon edhe afera pronto, dhe i kanë zgjedhur para medjave për të kryer detyrën e shefave të shefave. Dhe ata nuk janë policët e Kosovës. Policët e Kosovës janë ata të cilët sot i keni lënë gjithë ditën me kajcop buk të hangër qoshëve të parlamentit dhe i keni lënë gjithë ditën me elementa në kry duke munduar të ktheni kundër popullit të vet. Por ajo çfarë policia pretendon se ka gjetur. Leni le të flasin, kërkon e fjalën kush don deri të ajo çfarë pretendon se policia pas ka gjetur. Qo ministër thoi këtu. Sa armë policia e Kosovës i ka konfiskuar deri me tani? Janë qindra mija. A janë qindra mija terroristë në Kosovë? Sa helmeta i keni gjetur në përshtëpit e shqiptarve? A janë të gjithë ata terroristë në Kosovë? Prandaj du t'i thëmë një herë, keni kujdes, se jeni futur në një lojë nga cila nuk mund të dilni. Jeni futur në një lojë e cila është shumë e rrezikshme. Mos përdorni policinë e Kosovës për ato agenda të cilat ndoshta as vetë nuk e dini se cili është përfundimi i tyre. Prandaj duhet të them një herë, ministër, e keni shumë gabim. Policia e Kosovës po bën punë të mirë, por jo ato punë që ju po ja ngarkoni që ata t'i bëjnë me njësitë të tyre para politikën e policinë e Kosovës. Kjo që ju doni ta bëni nuk është policia e Kosovës. Policia e Kosovës do të jetë nesër shumë më mirë, shumë më profesionale. Prandaj duhet të them një herë, mos e kesh përdorni policinë e Kosovës kundër interesave të qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë, zonja Besa, edhe Glauk nuk ka mundësi për dytën herë.
është e pa precedent me dalë 30 minutë që njaqë rendi ditës. Zonja Gaxhiri, unë me zërë nuk mund të ndali, po nuk është mirë me dalë. Shefi i grupit parlamentar LDK do të mi të regu. Për ndryshon kuj deri sot s'ja kom nalë fjallën. Lirisht regjia e lëshon fjallën, po mirë nuk është me dalë. Edhe nuk jam tuke e pas si s'kam fuqimi jam dalë fjallën. Unë sinqerisht se më të kuptoj hiç ty, zoti kryetar, unë jam deputete që e di rregulloren. Unë ngrita një qeshtje, dikush dul mu përgjigj qeshtjes teme dhe ma apostrofoj dhe unë kom të drejt automatikisht në kundërshtim. Edhe nuk e di pse pe bën historike të punë. Zoti Konjuca ju thatë që ata që shliruan Kosovën ju po dëni mi shëndrun terrorist, nuk është e vërtet, po është mjerim në qoftë subjekti ju i politik, qoftë i jemi, qoftë ky tjetri, tenton e pretendon se na e kemi shliru Kosovën, është kjo, pastaj na sjellë, mbyllë, mos u luro, boll. Unë ngrita sot këtu me diskutu jo për individ, sepse pa marrë parasysh që drejtësia në Kosovë lënë për të dëshiruar shumë. Ne po ndërtojmë institucionet cilave duhet ju besojmë. Për çdo individ, për çdo armë, për çdo familje, dhe të merret drejtësia. Unë po flas për subjekt politik. Ju jeni subjekt politik. Dhe në stelin e subjektit politik gjenden maska, molotov, bombolla të gasit e armë të ftofta, kjo zotri nuk don koment. Ju duhet distancoheni vetë, ose duhet jeni subjekt politik, ose diçka tjetër. Dhe këto s'mund ta mohoj askush. Kësaj ka ardhur fundi. Mos na shitni mo patriotizëm. Për çka janë dalë sot protestues? Këtu është vendi. Ulu mos ulurati, ulu se po na turpnon. Ulu se po më turpnon edhe mua si femën. Për çka është ky kuvend këtu? Kuvendi është për të marrë vendime për këtë shtet. Ne na keni mohu deputetëve të mazhorancës më shumë se një vit të marrim vendimin i cili është i drejtë, cilin e kërkojnë qytetarët e këtij vendit edhe për kufirin. Ju bëni lojna. Dhe bashkëpunoni me kënd ju sugjeron juve deni në rrugë. Nuk ka nevojë në rrugë. Na jemi këtu që e marrim përgjegjësinë. Secili prej nesh ka përgjegjësi politike, patriotike, tradhtare, se e çuni ju ç'është doni. Nuk keni nevojë ju me na shit mend as patriotizëm. Ne kemi përgjegjësinë për secili prej nesh këtu dhe mjaft. Ju duhet të merrni përgjegjësitë e partisë politike. Mjaft mu. Anderi shumë, kërkoj falje, 1 minutë, Glauk shkollën në vend. Nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, unë në fakt, vetëm pakt, flasë edhe unë e kam drejt, 1 minutë, fjallën kom e ta jep, mosu mërzit, po vetëm një element duhet ta sqaroj publikisht. Gjitha këto cilat jam duke i bërë për hir të interesave qytetare, mos me kriju konfliktualitet. Po mos me ndonë dikush se mundet me fol në atë foltore kur nuk dua unë. Edhe detyrimisht nuk kom e fol. Vetëm keqpërdorimi tepër i madh është abuzim me kuvendin. Edhe vetëm kjo po friksona, kërkoj falje publikisht pe i paraardhësve kryetar të kuvendit e pasardhësve që kanë me ardhë, si pe e shënoj këtë precedent. Se derisa folke zonja Gaxhiri, profesori Sabri Hamiti qeshke se nuk ka replik në kur i kemi 30 minuta e rendi ditën rregullore. Të paktën thuni po du me fol, se e kemi nxjerrë një kryetar ku po dëshironi me fol ajo çështje tjetër, po rregulloren edhe ligjin mos e shkelni në sy meje. Thjesht. Glauk, urdhëro vetëm e përfundojmë, ma nuk ka pika të rendit ditët, tu kësha lutë. Mos fyni në baza individuale, folni politikisht. Shikoni, unë mund t'ju ofroj fakte të qarta pse mendoj që në policitë Kosovës ka më shumë parapolitik edhe ndërhyrje për me persekutu lëvizjen vetëvendosje sesa në vetë drejtësinë si tillë, sesa vetë në gjyqësi. Që 2 fakte të cilat mund t'ju ofroj dhe të cilat janë shumë të qarta. E para, Trim Gashi, aktivisti i lëvizjes vetëvendosje. Policia i ka montu provat për të dhe aktivistin e kanë marrë 5 muaj në burg me provat montume të këtyre strukturave që i emëron para politika brenda policisë. Drejtësia është mundu me a lidh kryt kësaj farpune edhe nuk ka mujt.
qaq të montu me keq janë kun provat për trimin, sa që drejtësia nuk ka mujt me vendos me dënu ato. E ka lëshu të lirë. Trimi është akuzu për tentim atentat ndaj kryeministrit. Mos harroni. Unë lëvizjesve të vendosi ja keni vesh edhe këtë etiket. Atentator, tash edhe terrorista, tash edhe një hap më tutje me kërkesën e zonjës Gaxhirri, me na shpoll të paletshëm jashtë politikës së kretëve me na shtim burg. Kjo është faza e ardhshme, në rregull, pe kuptoj. Argumenti i dytë. Kushtrim Avdimetaj. Kushtrim Avdimetaj është mbajt disa muaj në burg, s'dia e dini. A e dini me çka u çu në burg prej policisë kushtrim Avdimetaj? Për ty e kom ministër më shumë. A e dini me çfarë argumenti u çu kushtrim Avdimetaj në burg? Një fotografi kështu e një njeriu me maskë, për të cilin kam pretendu që prapa maskës është kushtrim Avdimetaj. A mund ta merrni me mend? A mund ta merrni me mend që njeri shkon në burg në Kosovë? Falenderit shumë, jemi pikën e 2 të rendit ditës koha për pyetje parlamentare. Në bazën e 25 paragrafin e të rregullores kuvendit koha për pyetje parlamentare zgjat 60 minuta. Për këtë seancë janë parashtruar 6 pyetje parlamentare. Ftoj deputetën nga Limeti Musliu t'i bëj pyetje për ministrin Skënder Hysenin, pak e ka bë ordra zonja deputete. Faleminderit zotri kryetar, të nderuar i kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuara kolege dhe ju kolegë deputet. Unë kam bërë pyetjet parlamentare faktikisht me datën 02/8/2016, po me që s'kemi majtë seanca, ka pas fatin me ardhë sot këto pyetje parlamentare, por edhe sot kur vi baj pyetjen parlamentare ndihem jashtëzakonisht keq sepse ende kjo pyetje parlamentare nuk e ka humbë aktualitetin, prandaj shpresoj që ministri do të na jap një përgjigje. I nderuar ministër, nga vitin e vet në vendin ton kemi statistikat e jetëve të humbura në aksidente komunikacioni, të cilat çdo herë e më shumë po shënojnë në rritje. Ligjet në fuqi e rregullojnë transportin rrugor dhe rregullat e komunikacionit. Ju si ministër i punëve të brendshme, a i keni identifikuar se ku qëndron problemi dhe a keni marrë diçka për zvogëlimin e numrit të aksidenteve të shumta, të cilat çdo ditë po marrin jetrat e qytetarëve të Republikës Kosovës? Urdhëroj nderuar ministër, fjala për ju. Të nderuara deputete Musliu, të nderuar deputet, keni të drejtë plotësisht, është shqetësuese statistikat për gjendjen në komunikacion përgjithsisht, dhe për këtë arsye është duke u draftuar projekt ligji i ri për komunikacion, ku do të parashihen masa shtesë që plotësojnë atë boshllëk legal i cili është hetuar gjatë praktikave të deritashme. Ju siguroj që policia e trafikut e Republikës së Kosovës është në bazë të statistikave të lëndëve të paraqitura, është tej mase efikase në ndjekjen dhe përpjekjet për parandalim të tragedive në komunikacion. Mirë, po fatkeqësisht gjykatat janë të stërngarkuara me lanë të kësaj natyre dhe shpeshherë, jo rrallëherë, dhe kjo është ankesa që të unë vije shpesh nga eprorët e policisë, nuk arrin që në afatin, brenda afateve dhe limiteve legale dhe ligjore, të trajtohen lëndët e veçanta për kundërvajtje dhe shkelje në komunikacion. Sido se tjetë, policia e Kosovës dhe njësitet përkatëse janë angazhuar edhe në njësër fushatash për vetëdijsim, kryesisht në për shkolla, në mënyrë që të respektohet çdo lidhshmëri në komunikacion, mbi të gjitha shenjat
e komunikacionit, kufizimet e shpejtësive, përdorimi i rripave të sigurisë dhe segmente aspekte tjera të kësaj fushë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pra pyetje ka deputeti Aganimit Musliu për ministrin Skënder Hyseni. Fillimisht do doja një koment ose pyetje shtesë për këtë pyetje në çka veç e parashtrova. Zotri ministër, ne nuk guxojmë si institucionet vendit të lejojmë që edhe me tutje, duke arsyetuar se në gjykatat e Republikës Kosovës ka lanë të stërngarkuar, mbi këtë argument të lejojmë që vdekjet të kemi të shpeshta në komunikacion dhe të humbim jetrat e njerëzve. A mendoni si ministri se ka ardhur momenti që t'i drejtoni ndoshta edhe gjykata, po edhe Ministrisë së Drejtësisë me një shkresë ose me një kërkesë që ndërmirret diçka që një herë për gjithmonë gjykatat të lirohen nga lanë të stërngarkuara. Nuk mundem ne nga vitin e vet, nga mandatin në mandat, të dalim dhe të arsyetojmë se kemi lanë të stërngarkuara dhe thjesht për këtë nuk po mujna me kry detyrën tonë. Urdhroni zotri ministër. Keni drejt sërish plotësisht zonja deputete Musliu. Kontaktet me gjykatat janë të përhershme dhe unë e thash pak më herët, autoritetet e trafikut në Policitë Kosovës bëjnë trysni, kushtimisht po them, institucionale mbi gjykatat në bazat rregullta që këto lënë të shihen me prioritet. Mirë po sërish po them, pushtetet janë ndarë dhe ne nuk kemi asnjë mundësi që të ushtrojmë ndonjë ndikim më të madh se kaq. Ndërkaq me Ministrinë e Infrastrukturës, me Ministrin Zharku e diskutojmë këtë temë në baza periodike të rregullta. Dhe aktualisht, si thash, jemi duke punuar në projekt ligjin e ri, i cili shpresoj në një mas të madhe do të adresoj këto shqetësime që ju shtruat. Faleminderit, zonja deputete Ganimit Musliu ka pyetje prapë për ministrin Skënder Hyseni. Faleminderit zot sekretar. Më vjen keq që edhe këtë pyetje kam bërë me datën e njëjtë dhe fatkeqësisht jo që ju ka zbej aktualiteti, po mendoj që është shumë aktuale dhe shumë e patjetërsueshme që të diskutohet. Prap pyetja ime është për ministrin Skënder Hyseni. Duke marrë parasysh që javën e fundit ose edhe ditëshin e fundit në Kosovë për 10 ditë kemi 9 vrasje në Republikën e Kosovës. Edhe 18 vjetë pas lufte në duart e qytetarëve të Republikës Kosovës korespondojmë armë pa leje të cilat rrezikojnë në çdo moment jetën e qytetarëve. Pamjet televizive të cilat na u prezantuan nga Policia e Republikës Kosovës që quani si të doni, ndash akte terroriste, ndash arsenal, ndash çka do tjetër, janë të jetë shqetësuese dhe thjesht të qytetarët kanë ndjell frikë dhe pasiguri. I nderuari ministër, a keni ndërmarrë diçka në konfiskimin e armbajtjeve pa leje në duart e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe a mund parafërsisht na tregoni se cilat janë statistikat për 3 vitet e fundit, sa armë janë konfiskuar dhe a ka ndonjë kampanjë urgjente ndoshta që do të bëj për marrjen ose thjesht për hjekjen e këtyre armëve pa leje në duart e qytetarëve, sepse thjesht qytetarët ndihen të pasigurt sot në Republikën e Kosovës, pikërisht që kemi shumë armë në duart e tyre, dihet pasojat e luftës, të cilat janë edhe sot evidente dhe fatkeqësisht tashmë kanë filluar edhe ato pasojat post-traumatike që të pësojmë dhe thjesht kemi një gjendje jo të mirë në Kosovë. Po, zotri ministër, fjala për ju. Zonja deputete, të dyja pyetjet kanë qenë shumë thelbësore dhe armët e paligjshme janë një problem real me të cilin edhe Republika e Kosovës përballet njësoj si të gjitha vendet e rajonit që kanë kaluar nëpër një luftë. Sipas statistikave nga mekanizmat referues ndërkombëtar, Republika e Kosovës qëndron në vendin e dytë sa i përket numrit të armëve të konfiskuara, numrit të armëve ilegale të konfiskuara
pas Bosnjë e Hercegovinës, po qëndron më mirë se Shqipëria, më mirë se Serbia gjithsesi, më mirë se Malizi. Ju kërkuat statistikat gjatë 3 viteve të fundit, Policia e Kosovës ka konfiskuar 3.900 armë ilegale. Dhe të gjitha këto armë, në pjesën më të madhe, janë shkatërruar në vende të specializuara për shkatërimin e armëve të konfiskuar. Pra, posedimi i armëve në mënyrë të paligjshme është problem real në Republikën e Kosovës. Dhe Ministria e Punëve të Brendshme, përpos disa marrëveshjeve bashkëpunimi që kemi nënshkruar dhe disa marrëveshjeve për ngritjen e grupeve të ekspertëve, kemi bërë veprime të shumta për konfiskim të këtyre armëve gjithandej ku këto janë hetuar. Do të vazhdoj të jetë problem grumbullimi i armëve të paligjshme. Në Kosovë kemi 40.000 armë, 40.000 armë që kontrollohen me ligj, qoftë ato të policia, të forcat tjera të sigurisë. Ky është numri i përgjithshëm i armëve të legalizuara që janë në përdorim qoftë nga institucionet, qoftë nga individët në pajtim me ligjin. Dhe këtu pjesërisht besoj ju përgjigja edhe pyetjes zotit deputet, zotit Recep Selimi, për sasi numrin e madh të armëve që gjenden në mënyrë të paligjshme dhe pa leje adekuate në duart e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Po këtu edhe një herë e siguroj deputetin Selimi që policia Regjia mos jam ndal, lutem deputetëve as ministrit kërkuj sot fjalën, edhe asnjëherë. dhe institucionet, përkatësisht policia e Kosovës nuk do të bëj asnjëherë ngatërim të veprave që i has gjatë çfarëdo hetimi. Dhe ju siguroj që as në rastet caktuara kjo besoj që nuk do të ndodhë. Ndërkohë që i mbetet gjithmonë gjyqësisë që t'jap fjalën përfundimtare. Faleminderit, ka pyetje shtesë? Urdhë, zonja Musliu. Po, faleminderit shumë kryetar, sinqerisht e çmoj shumë vullnetin edhe gatishmërinë tonë që më na leju pafundësisht me fol, sepse me të vërtetë Kosova ka shumë probleme, të cilat i kemi lënë në harrez dhe s'po kemi kohë më merr me to sepse kemi marrë disa kauza tjera, por megjithatë kërkoj edhe nga ministri sepse mos ta harxoj kohën më merr me deputet tjerë kur pyetja i shtrohet direkt prej një deputeti, qoftë nga unë, qoftë nga dikush tjetër. Me gjithë respektin edhe për ministrin për gatishmërinë për dhënë përgjigje. Por unë konkretisht pyetjen, a ka në plan Ministria e Punëve të Brendshme të marrë ndonjë fushat sensibilizuese ndoshta, sidomos pas këtyre 9 vrasjeve që kanë ndodhur në Kosovë për konfiskimin, jo grumbullimin, për konfiskimin e armëve pa leje të cilat janë në duart e qytetarëve të Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Ministri ka fjalën, zotëri Huseni. Me mbështetjen shumë gjeneroze dhe të institucioneve ndërkombëtare, të UNDP-s, mi të gjitha, po edhe të shumë shteteve, Bashkimit Evropian, veç e veç dhe të SHBA-ve, ne jemi aktualisht duke zhvilluar një varg fushatësh në fushën e kontrollit të armatimit pa leje. Qoftë përmes vedisimit, fushatave të ndryshme, aksioneve të policisë për konfiskim dhe shkatërim, sepse armët e konfiskuara në masën më të madhe shkatërohen ose vehen nën kontroll ligjshmërisht. Prandaj ato fushata nuk mungojnë, janë duke vazhduar
dhe do të vazhdojnë edhe këtu e tutje. Natyrisht që vrasjet e fundit qytetarëve si gjithmonë, jo veç sot, janë shqetësuese dhe duhet të japin alarm për institucionet e sigurisë. Mirë po, kjo absolutisht nuk do të thotë që policia e Kosovës këtë rast konkretisht nuk është duke bërë punën e vetë në baza ditore, sepse është shqetësim parsor i policisë të Kosovës posedimi i armëve pa leje në mas kasmall. Faleminderit shumë. Atëherë, tani janë dy pyetje radhazi nga deputeti Ismail Kurteshi për ministrin Arban Abrashi. Faleminderit, zoti kryetar, po si thash, kjo mbledhje po mbahet në kundërshtim me rregulloren e Kuvendit Republikës Kosovës dhe tem habite shumë qysh me as lehtësi të madhe e shkele këtë rregullore dhe po i shkelni të gjitha ligjet. Unë pyetjet e mia do t'i lexoj vetëm atëherë kur mbledhjet janë të rregullta. Për këtë mban përgjegjësi dhe sekretari që e ke aty afër, edhe po të këshillon keq, po shkele rregulloren se kur gjë s'bëhet. Bëhet fort edhe për sekretarin, edhe për ty, se në fundit asnjëri s'jeni mbi ligjin dhe gjithë keni me u përgjigj për shkeljet që po i bani. Prandaj, ndonjë pak ishte krese, kështu ne s'ka po bani. Pyetjet i lexoj mas 12 shtatorit. Faleminderit. Pra, po e lexoj rregulloren, mas i më japi sekretari, edhe po mëson. Neni 27.4. Kryetari i Kuvendit njofton deputetët për datën e fillimit dhe datën e mbarimit të sesionit të punimeve të Kuvendit. Atëherë, zotëri Haxhiu dhe ministri Arsim Bajrami nuk është këtu. Urdhëro zotëri Haxhiu. Faleminderit i nderuar kryetar, edhe pse nuk është ministri, unë po bëj çështje që ka të bëjë me fillimin e vitit shkollor. Është e njëjta çështje që tani unë 4 vite ngres në Kuvend, është problemi i çantave të stërngarkuar të fëmijëve dhe që ka shkaktuar probleme serioze në shëndetin e fëmijëve. Sipas disa olimtimeve, over 40% e nxënësve kanë disbalancë muskulore për shkak peshës së rëndë të qendave dhe qëndrimit apo posturës keqe, kanë devime të shylles kurrizore që paraqet një problem shqetësues për shëndetin e fëmijëve tonë. Këtë problem mund tani 4 vite e ngres këtu në Kuvend, edhe pse vitin e kaluar në fillimin e vitit shkollor, kur e kam parashtruar këtë pyetje ministrit të arsimit, zotit Arsim Bajrami, ka premtuar se ky problem do zgjidhet. Ajo që kemi parë deri në përgatitjet e tashme të fillimit të këtij viti shkollor, duket se nuk ka ndonjë interesim që ky problem zgjidhet, është pothuajse pesha e njëjtë e çantave për të gjitha klasat. Prandaj kërkoj edhe një herë nga Ministria e Arsimit që vërtet ta trajtojë këtë problem, po jo vetëm Ministria e Arsimit, po edhe drejtoritë e shkollave nëpër komunat të cilat kanë për obligim, drejtoritë e arsimit nëpër komunat të cilat kanë për obligim që të zgjidhin këtë problem. Parasysh se ky paraqitet një problem shumë serioz për fëmijët tonë. Prandaj e parashtrova pyetjen pse s'është ministri këtu, parasysh se jemi në prag fillimit të vitit shkollor dhe është një çështje që duhet rregullohet. Faleminderit. Faleminderit zotëri deputet. Kemi edhe një pyetje. Deputeti Ahmedxhide Mjaku të palli pyetje për ministrin. Ka qenë atëku Ministri i Drejtësisë zotëriu Hayrettin Kuqi, zëvendës kryeministër, tani ministre është Dorata Hoxha. A pranon me bë pyetjen edhe ministres vetëm? Urdhroni zonja deputete. I nderuar kryetar, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Çështja që e kam ngrit ka qenë me 7/7/2016. Dhe është e vërtetë që atëherë ka qenë ministër zoti Hayrettin Kuqi. E nderuara zonja ministre, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas për të funksionuar në përputhje me ligjin 04L thyje për 017 për ndihmë juridike falas, Neni 4 dhe Neni 22 duhet të ofrojnë ndihmë juridike falas në tërë territorin e Republikës Kosovës nëpërmes zyrave rajonale. Ndërsa me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ndihma juridike falas është kategori kushtetuese e parapar me nenin 31 paragrafi 6. Zonja ministre, deri më tani janë të hapura zyret rajonale për ndihmë juridike falas në Prishtinë, Mitrovic, Pejë, Gjilan e Prizren.
Dhe duke e di që nga viti 2009, zyrat e tilla në Ferizaj dhe Gjakov kanë funksionuar të mbështetur nga projekti financuar nga UNDP-ja dhe nga ambasada norvegjeze. Pas përfundimit të projektit, këtë zyra janë jashtë funksionit. Pyetja është kështu. Duke qenë njoftuar se nevojat e qytetarëve për shërbimet e kësaj zyre janë të mëdha, çfarë keni ndërmarrë që dhe qytetarët e rajonit të Ferizajt dhe Gjakovës të kenë trajtim të barabartë ligjor me banorët e rajoneve ku ky shërbim i jepet apo i ofrohet falas? Ju faleminderit. Faleminderit zonja deputete, Ministreja e Drejtësisë, zonja Dhurata Hoxha e ka fjalën. Të nderuar deputet, të nderuara deputete Mjaku Topalli, fillimisht ju falenderoj për pyetjen tuaj, sa i përket çështjes së ndihmës juridike falas. E drejtë kjo e garantuar me kushtetut, e cila do të mundësohet atyre që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme për të siguruar qasjen efektive në drejtësi. Sa i përket pyetjes tuaj, ju njoftoj se në pajtim me përgjegjësitë e përcaktuara me legjislacionin përkatës, Ministria e Drejtësisë në vitin 2012 ka hartuar ligjin për ndihmë juridike falas, me çrast është themeluar edhe Agjencia për ndihmë juridike falas. Sipas nenit 19 të ligjit, agjencia është institucion i pavarur, publik i cili ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në pajtim me ligjin, po ashtu agjencia është institucion i vetëm në territorin e Republikës së Kosovës, përgjegjës për organizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas. Kurse sa i përket çështjes së zyrave rajonale të Agjencisë për ndihmë juridike falas, gjithashtu kjo është kompetencë e Këshillit të Agjencisë, i cili përcaktohet me vendim të veçantë. Megjithatë, ne jemi të njoftuar për nevojën për të funksionalizuar zyrat në Ferizaj, po gjithashtu edhe në Gjakove kemi problemin e njëjtë. Ministria e Drejtësisë ka përfaqësuesin e vet në Këshillin Drejtues dhe brenda mundësive do të mundohemi të adresojmë këtë çështje dhe të gjejmë një zgjidhje me ndihmën e donatorëve sa më shpejt që është e mundur. Pra jemi duke u marrë me këtë çështje. Për më tepër, Ministria e Drejtësisë është thellësisht të përkushtuar që legjislacionin ekzistues ta plotësoj apo ndryshoj me qëllimin e vetëm të ofrimit të shërbimeve sa më efikase për qytetarët tonë nëse ka nevojë për një gjë të tillë. Ju falenderoj. Zonja deputete, keni pyetje shtesë? Faleminderit shumë. Atëherë është një tradit, zakonisht kur vinë deputet dhe bajnë betimin, ministrat e bajnë vetëm fillim, pastaj kur vinë, pastaj neve na vjen keq, ministria ka fillu tani punën, ju urojmë detyrën, po s'kemi procedura form tjetë prezentimit, u desh drejt për drejt më fut në pika të rendi ditës. Urime zonja minister detyra, ministre drejtësisë. Pyetjet e deputetëve që nuk marrin përgjigje në 2 seanca plenare do të publikohen në revistën e Kuvendit dhe në faqen zyrtare elektronike të Kuvendit. Jemi në pikën e 3 të rendit të ditës, miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme. Pyes nëse keni vërejtjen procesverbalin e seancës plenare të mbajtur me 4 dhe 5 gusht 2016. Glau Konjuca. Atë, a ke kërku? Okej, veç mirë, në rregull, se e pash. Nëse nuk ka vërejtje, konstatoj se Kuvendi e miratoi proces verbalin e seancës plenare të mbajtur me 4 dhe 5 gusht 2016. Nderuar deputet, grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje me shkresë të nënshkruar nga deputeti Glau Konjuca, kryetari i grupit parlamentar datë 30 gusht 2016, ka njoftuar se i ka tërhequr 2 interpellancat e parashtruar, të cilat janë të radhitura në seancën e sotme plenare, pikat 4 dhe 5 të rendit të ditës. Andaj vazhdojmë me pikën e 6 të rendit të ditës. Shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Ndërkohë, si kryetar i Kuvendit, ko marrë një njoftim nga Qeveria e Republikës Kosovës, e ftoj kryeministin e Republikës Kosovës që ta paraqet qëndrimin. Nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, nderuar deputet, nderuar qytetarë, unë si kryeministër konsideroj se sot nuk janë rrethonat dhe nuk është situata në cilën duhet të trajtojmë dhe të votojmë ligjin për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi.
konsideroj se qeveria e tërheq sot këtë ligj nga rendititës dhe nga procedura kuvendore. Do të mundohemi që ndërkohë të arrijmë një bashkë bisedim dhe qëndrim përbashkët lidhur me ligjin, sepse konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligj të diskutojmë dhe të trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetëve dhe kërcënime, në situatën kur një grup parlamentar e kurszon votimin e këtij ligji me koncesione dhe nuk dëshirojmë që të bëjmë asnjë koncesion për një ligj i cili përcakton sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Tërheqja e këtij ligji nuk kupton që ne do ta rishqyrtojmë ose rinegocojmë marrëveshjen, por do të diskutojmë për ligjin, do ta procedojmë kuvend në momentin që qeveria vlerëson se është koha. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëre bëhet tërheqja pikës 6 të rendititës me kërkesën e qeverisë. Jemi në pikën e 7 të rendititës. Daud Mot për pikën e 7. Urdhëro zotëria Radina i fjalën e ki, Dauti e ka fjalën, ju lutem. Do me thonë se po flasim për numra nëse e kuptova sakt kryeministrin. Që tu në salë, e para ti kryetar dosh me nga të regu sa deputet jemi në salë. Është rregull, do me thonë ti dosh me deklaru në salë janë kaq deputet. Për ratifikimin e një marrëveshje ndërkombëtare nuk kërkohet votimi dyfisht i komuniteteve. Nuk ka nevojë hiç për listën serb s'ka mu kurzu. Se që ku jemi këtu dhe jemi më shumë se sa 100 deputet në salë. Kështu që kjo nuk qëndron, sepse nuk ka nevojë as me votu për as kundër. Na jemi deputet këtu dhe japim votën. Është krejt diçka tjetër, do të thonë që e kemi konstatuar në marrëveshje që nuk është e drejtë dhe nuk është e saktë. Prandaj edhe një herë kemi edhe ish ministrin e drejtësisë këtu që një mirë kushtetutën, kemi edhe profesor tjerë që kanë punuar në kushtetutë bashkë, kemi edhe Akit Demollin. Le ta thonë që për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk ka nevojë asnjë deputet i pakicës as si shumicës. Të gjithë jemi deputet barabartë. Shalut në parësh në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kjo është edhe pjesa e opozitës. Kjo është arsyeja edhe pse deshta me jep fjalën. Në njëjtën kohë ka kërkuar vetëm nga çdo grup do të japim nga një fjalën. Zotri Fatmir Limaj nga Nisma. Zafir e ka marrë fjalën. Glauka e ka kërku fjalën. Se pe shoh, atëherë se pe ki problem ose pe prej këti aty shpe ta shumë mirë, jo ta shumë mirë, po pe shoh çdo herë emri jot Nderuar kryetari i Kuvendit, nderuar kolegë deputet, unë ndëgjova propozimin e kryeministrit, natyrisht sipas rregullores ligjit, propozuesi i ligjit e të mund me tërheq projekt ligjin. Po këtu kemi të bëjmë për një çështje krejt të veçantë dhe ishëm shumë të paqartë. Arsyeja e tërheqjes së ligjit është krejtësisht e pa arsyetuar. Pse po tërhiqet sot ky ligj që më tepër se një vetë është kërkuar të votohet nga qeveria. Arsyetimi se po tërheqet ligji sepse një grup parlamentar nuk është prezent dhe po na kurszon, kjo është një arsyetimi i paqëndrueshëm, sepse Parlamenti i Kosovës nuk mund të kurzohet nga një grup parlamentar. Ligjin për cilën kemi në procedim për ta votuar nuk e kërkon votën e dyfisht të minoritetit. Ka korum ky parlament me procedu. Numri i deputetëve është i mjaftueshëm për me shku në procedim. Në qoftë se qeveria e Kosovës na del sot na thot, po e tërheqi këtë projekt ligj sepse ky projekt ligj ka nevojë më rishiku, atëherë është çështje tjetër.
Në qoftë se qeveria këtu del, duhet ta merr guximin qeveritar, guxim shtetëror, nacional, me dalë me thonë, po, kitë projekt ligj po e të reqem sepse duhet ta rishikohet edhe herën nga fillimi dhe të gjitha të dyshime, dilema që ngrit për një vit, të rishikohen edhe një herë, të shihen gabimet, përmisohet aty ku ka nevojë më përmisu, ose të vërtetohet varianti aktual. Ama, me një rishikim të tërësishëm ashtu siç ka kërkuar opozita. Dhe nëse vjen ky propozim, atëherë ky është propozim që e ndihmon vendin. Ky propozim është në përgjithësinë e duhur shtetërore. Dhe aty, besoj tani pasaj do ta ndërtojmë një konsensus të përbashkëm dhe të gjithë do të pajtohemi tërheqjen e këtij projekt ligji për të shkuar, e të krijuar një komision ashtu siç kemi thënë, për ta rishikuar në tërësi këtë proces dhe në fund me ardhë të gjithë bashkë me miratu këtë projekt ligj. Ama, me bo me të reksat ligjin, sepse lista sërbska nuk është këtu, edhe për ata, jo fakti o dikun tjetër, nuk i keni votat. Nuk i keni votat për ta vetuar demarkacionin. Në variantit që dhe ne keni, nuk i keni, jo për shkak listës sërbse, si keni as mrena deputetet e Parlamentit Kosovës. Edhe nuk është asgjë kur gjë tragjike, duhet me thonë, nuk i kem votat, sepse ky variant nuk ka arritur t'i bindë deputetet e Parlamentit Kosovës. Ne kem nevoj edhe ende kohë për t'u bindur gjithë, për t'i këto dilema. Dhe nuk ka nevoj me ra gjyks. Hajde të ulimi, ta kthejmë këtë projekt ligj, ta rishikojmë në tërësi, okej, e keni miratimin tonë. Jo, nuk e kthejmë, po kana me bon deri sa t'ja mushë me në zisit deputet veç e veç, atëherë kjo është e dëmshme, veç po e thellojmë krizën. Prandaj, nderuar kryeministër, nuk e di është këtu, kisha kërkuar nga ju të jeni më qartë në arsyetimin e tërheqjes këtij ligji për cilin dje, rrafsh të so muj, sidomos javën e fundit keni thonë, kemi votat, jemi unanim, kemi me votu, s'ka gjë që na nal, hajde nxjerrni edhe ta votojmë. Hajde ta votojmë. Jo, problemi është se kanë dalë disa gjëra tjera. Lista sërbska po thot, i keni dhënë do premtime që duhet mi bë publike. Si keni përmbush premtimet dhënë jo për siguri. Hiç s'është punë sigurie këtu. Po thjesht lista sërbska po thotë si keni përmbush disa premtime, kur të na mbush një premtime tani na nalë me këshirën a vim parlament apo jo. Faleminderit. Tërë kemi deklarimet e grupit parlamentar, po kjo është tema në cilën nuk kemi çka diskutojmë. Ndërkohë po shkojmë nga opozita, Glauk e ke fjalën, e ka Ismeti edhe Zenuni në fund. Okej, Zenuni Ismeti, si doni. Se mendova pe partive më të vogla lart. Deputet të nderuar të Kuvendit të Republikës Kosovës, unë mendoj që ky demarkacion, apo më mirë me thënë këtë demarkacion, ka që të gabushëm, ashtu si që na e solli këtu Komisioni Shtetëror, i ngarkuar me detyrë nga Qeveria e Republikës Kosovës, asgjë nuk e përshkruan atë më mirë, se sa ikja e turpshme, këtu pak më parë, e kryeministrit, duke e konfirmuar faktikisht dështimin e këtij demarkacioni në Kuvendin e Republikës Kosovës. Unë, zonja dhe zotrin, këtë nuk e konsideroj tërheqje të qeverisë. Ky është një votim. Unë sot do ta konsideroj këtë votim çka ndodhi. Dhe pse dështoj sot demarkacioni në Kuvendin e Republikës Kosovës, unë mendoj që e ka ndihmuar 5 faktorë dhe unë dëshiroj t'i falenderoj. Kam rastin t'i falenderoj këta 5 faktorë shumë të rëndësishëm që e sollën situatën deri këtu. E para, populli dhe shoqëria e pakënaqur me këtë demarkacion. Janë shprehur rënë për sondazhe, shikoni sondazhet, mbi 70% në çfarë do sondazhi që është bërë me qytetarët, me popullin e Kosovës, e ka shpreh pakënaqësinë. Këto sondazhe janë shumë kredibile. 75%, mbi 75% të popullit të Kosovës ka qenë pakënaqur me demarkacionin. Kjo është faktori i parë. E falenderojmë këtë popull të vetëdijshëm, këta qytetarë aktiv, që nuk kanë pritu me dalë në për protesta, në për demonstrata, në për sheshet e Kosovës.
Ata të dytit që dua t'i falenderoj, janë ekspertët e pavarur, profesorët me profesionalizmin e tyre dhe me integritetin e tyre shkencor, që kanë ofru argumentet bollshme, që nuk janë dërzu për asnjë trysnie. Edhe të gjitha i kanë qitë në tavolin, edhe na kanë bind edhe neve. Na si deputet Kosovës e kena mësu ma mirë prej profesorëve tonë të nderuar të Universitetit të Prishtinës, prej ekspertëve që kanë ofruar argumente dhe fakte, edhe dëshiroj t'i falenderoj edhe ata, kjo është faktori i dytë. Faktori i tretë, janë ata që nuk e kanë kursy kundërshtimin e tyne edhe po vujnë në burgje. Janë aktivistët e shumë të shoqënisë tonë, të cilët aktualisht ndodhen në burg, dhe me qenë se po konfirmohet që demarkacioni është një kauzë gabueshme e qeverisë të Kosovës, duhet të lironi menjëherë këta aktivistë nga burgu. Faktorin e katërt që dua ta falenderoj shumë janë deputetët e LDK-s dhe të PDK-s. Me qëllim po i vendosi ata përpara se mi falenderu opozitën, se ata e kanë pas ma vështirë se na. Për arsye se me qenë deputet në LDK, edhe me kundërshtu dhe mos mi u bind trysnisë dhe presionit, është ma kalaj se me qenë në opozit. Edhe mi shprej mendimet e tua shumë lehtë. Edhe në PDK për shembull. Pra i falenderoj Vjosa Osmanin me shok e me shoqe, edhe Najt Hasanin me shok në PDK, që e bënd pa mundurën që qeveria të mos t'i ketë numrat, e Isa Mustafan mund të thëtë që Isa Mustafan në fund t'ja lej krejt meritat listës sërbe. Edhe në fund pa dyshim e falenderoj opozitën, sepse fal një konsistence në kundërshtim me rezistencë prej shtatorit të vitit kaluar, duke mos kursyer as burgun, as trysnin e qeverisë, keni ofru të gjitha ato e falenderova armend popullin. Mas pari populli ke. Ja, mos u bë nervoz tash. Popullin e falenderova duke anis pej rrugove se deri në llap. Mos mi diskrimino këta tjerë. Janë gjitha ty të bashkuar në protest. Kështu që krejt këta faktor bën që demarkacioni të mos votohet sot, mirë po unë këto faktikisht e konsideroj një farë votimi dhe kështu do të sillen veprimet e mia politike, sikur është votu dhe ka dështu. Ju falenderit shumë. Atëre fjallën e ka Zotri Pajaziti, bëhet gati Zotri Beqiri edhe këta pa grup po dojnë me fol njëri pej tyre. Shajp muja. Edhe përfundojmë këtë pjesë mos shkelim. Faleminderit. Shaipi u dashuru me fol për këtë çështje. Faleminderit kryetar. Unë kam kërkesë prej kolegëve deputet që të respektojmë rregulloren. Është mirë që të respektohet rregullora e punës së kuvendit, mirë që të mos abuzohet me foltoren, aq më tepër në një ditë ku kemi ditë pune dhe aq më tepër është një presion jashtë me njerëz që janë ftu të protestojnë. Sot patëm një kërkesë të kryeministrit për me heq perani ditës një pikë, është mirë ne me votu për ose kundër. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pavarësisht numrimit të argumenteve për çka tërhiqet ky votim, për vetë faktin e votimit, si shpjegoi kryeministri, për një atmosferë tjetër, një kohë më të qetë, pa presione, ne pajtohemi dhe mbështesim. E shfrytëzoj rastin në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, po ashtu, t'i ftoj të gjitha grupet politike dhe etnike që të krijojnë atmosferë, të krijojnë kushte, të kontribuojmë bashkarisht, që të krijojmë kushte më të qeta, pa presione dhe pa kushtëzime, të vazhdojmë trajtimin e kësaj çështje dhe çështjeve tjera që janë në interes të vendit. Faleminderit. Zotri Pajaziti, faleminderit. Më lejoni nderuar kolegë deputet, një lëshim i vogël i imi, Zenon Pajaziti o kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe qëndrimi ishte në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Zotri Beqiri e ka fjalën edhe ndërkohë pa grup nuk po morën më herën vesh, vazhdojmë pikën e 7 me herë.
Faleminderit, kryetar. E drejta e kryeministrit, por edhe çdo ministri për të tërheqjet projekt ligjeve të caktuar është një drejtë rregulluar në rregullore dhe mënyra e tërheqjes, përmbajtja, dikoj mund të mos i pëlqej, po i tha shumë qartë arsyet se pse duhet të tërheqet kryeministri, dhe unë do të thotë pse duhet të tërheqet projekt ligji nga procedurat kuvendore dhe ajo që për ne është më rëndësi, gjitha këto më vonë tentimet që të abuzohet me fjalën gjatë paraqitjeve në emër të grupeve, është vetëm vazhdimi një demagogjie në thirrjen popull në 75%, nuk e maj që dali numëroj sa kanë qenë sot, a kanë qenë gjithaj popull, është e drejtë edhe 7 vetë me protestu edhe 700.000, por më u thirr atë shumë popull se ne gjithë jemi deputet që na ka votu dikush, por kjo është fjalor që e vazhdojnë me përdor, le ta përdorin, ajo që është me rëndësi, kryeministri i vendit e realizojnë të drejtë, ti që të tërheq këtë projekt ligj dhe shumë po thirrën në emër të deputetëve të LDK-s, unë më veç me ju thonë që e keni shumë gabim në paraqitjet e juaja, në marrjen e rolit të asaj se kush çfarë do të bëj në rastin e votimit nga deputetët e LDK-s. Mos u ngutni, këshirni punët e juaja, këshirni deputetët e juaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërkohë ne shkojmë te pika 7 e rendit ditës. Atëherë mundi me marrë fjalën vetëm ka 1 minutë me marrëveshje. Me marrëveshje, mos abuzoni ma shumë me mu. As me kuvend. A dëshironi nga 1 minutë? 1 minutë Gzim Kelmendi, 1 minutë Shaib Muja. Urdhëro zërot 3 Muja, masi Gzimi po t'ja përparësi, Gzim bëjo gati pastaj. Ju kësha lutë për dignitet, nderuar deputet, punë 2 minuta shë, 2 minuta. Ka nevoj me u shpëri. Faleminderit zoti kryetar. Glauku po thënë falë se të kum harru, po nuk është e vërtet që ka tha Glauku sepse s'kan ofru asnjëherë zgjedhje. Unë personalisht i kum thirrë në komision edhe asnjëherë nuk janë lajmëru, po e kanë zgjedhë çështjen e rrugës. Prandaj unë sot po them një diçka për të cilën nuk ka nevojë mu keq përdor foltorja këtu dhe qeveria mendoj që sot ka bo një gabim që nuk ka dhonë një rrugë zgjedhje e cila kish mujt me qenë shumë ligjore. Unë propozoj që duke u bazuar në informatën e 3 gushtit, se me malin e zi ekzistojnë 3 lloj të kufive, propozoj që vija kufitare mes Kosovës dhe malit të zi të demarkohet në për segmentet si pas vijës së dytë dhe si pas mbulueshmërisë së hartave zyrtare të 2 shteteve. Mali zi si pas hartave zyrtare të dorëzuara nga qeveria këtij shteti në Adriatik, Atlas. Gzim Kelmendit, lutëm Shaib. Ja jep mundësin deputetit Muja se po të në menep një propozim ne, po edhe nderuar deputet pa dalë. Seanca, me njerë mas përfundimi këtyre 2 bisedave, seanca pranverore mbaron sot, edhe fillojmë basë kushtetutës me seancën vjeshtore. Ordra edhe le të vazhdon Shaipi me lexu këta dhe Gzim pastaj. Unë të nderuar kolegë, ekziston një hartë për të cilën mundësit mund të realizohen edhe me norma ndërkombëtare pa incidente ndërkombëtare, të cilat po zhvillohen. Prandaj, nëse mali zi e respekton Adriatic Atlas World of Maps, pi kërkojmë asgjë tjetër, në numër 2010-14, dhe Kosova si pas hartës së zonave katastrale të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës të vitit 74, të punuar nga Drejtoria për Gjeodëzi të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, kufiri duhet të kthehet në normën e vitit 74. Këto janë vizatimet të cilat janë faktike të gjetura dhe të cilat unë mendoj që komisionet në kuvend dhe kryetari i kuvendit duhet të formoj komisionet specializuara edhe me ekspertët
dhe kryesisht ekspertet të cilët dhe vinë nga pozita, ndërsa opozita përveç në komisionin Zotri deputet, apo Akimet, Zotri Kelmendi e ka fjallën. Ordroni Zotri Kelmendi, ende s'kam baruar seancat ndëruar deputet. Falënderit për fjallën. Po dash me zot më shumë dhe po mundona brenda minutës e kuvizuar të flas. Unë mendoj që sot është arritur një fitore e madhe e dy fisht. Fitoria parë është që ka dështuar të votohet marrëveshje për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ndërsa fitoria tjetër është për faktin se ky dështim i ka vu pana një argumenti të qartë gjithë ata deputet të cilët kishin me votu këtë marrëveshje, se nëse votojnë këtë marrëveshje do ta bënin damin e dytë, do t'i plotësonin kushtet e listës së për e cila ka kurzuar. Prandaj me këtë dështim kemi një fitore të dyfisht, nga se gjithë ata deputet e kanë tashmë të qartë. Nëse votojnë këtë marrëveshje përveç damit që do t'i shkaktojnë Kosovës, duhet t'i plotësojnë edhe kushtet e listës sërbske e cila ka kërkuar. Dhe për fund pa dash me zot më shumë, Kryeministri i Republikës së Kosovës e tha një fjalë të madhe, nuk do ta realizojmë këtë votim të këtij projekt ligji kësaj marrëveshje për faktin se nuk pranojmë koncesionin nga grupi i listës së Kosovës. Dua sot t'ju uroj nga zemra dhe t'ju falenderoj poshtu nga zemra për këtë rezistencë që e keni bërë deri tash e që detyruan qeverinë e Republikës Kosovës të tërhiqet nga kjo marrëveshje e turpit të tradhtë. Tërheqje e qeverisë kriminale është fitore për popullin e Republikës së Kosovës. Është fitore për ata 205.000 qytetarë që kanë nënshkruar peticionin kundër këtij demarkacioni. Është fitore për qindra mijëra qytetarë që kanë marrë pjesë në protestat tash një vit. Është fitore për krejtat sakrificë të rezistencë që kemi bërë tash një vit kundër kësaj marrëveshje. Po veçanërisht këtë fitore dua t'ua dedikoj atyre që sakrifikuan dhe u tërgjën burgjeve për të ndalur këtë marrëveshje. Atyre qytetarëve aktivistëve që nuk përfshirën asnjë nga vetja për ta luftuar këtë semeni kriminale dhe tradhtare. Atyre aktivistëve të cilët edhe sot pëmbahen në burg nga policia e Kosovës dhe nga gjyqësia e kapur e Klanit Pronto. Natyrisht që edhe sot, rezistenca jonë e qytetarëve të Republikës, rezistenca e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, të lëvizjes vendosje, e ndali ratifikimin e marrëveshjes. Por kjo qeveri
Kjo qeveri e klanit brëndo po shtot me kërcmo dhe rreziku Kosovën, edhe me demarkacion, edhe me zajedit, edhe me hajni e korupcion. Ju e të gjuat sot Isa Mustafën për të thënë që të tërheqin marrëveshjen, sepse lista sërbe ka kërku koncesione. Pa i kanë të përtin kuvend. Kjo i bjenë që marrëveshjen planifikojnë me prunë kuvend, atë kur t'ja plotësojnë koncesionet listës sërbe. Pa jo dhe të pohë malin ti. Pa dhe hapsirë sërbishtë të dojnë me kriju. Kjo për neve të thotë se protesta dhe rezistenca të vazhdojnë. Prandaj ju ftoj nga këtë sot që t'jemi të gatshëm, t'jemi vigilent, dhe kurdo që ka nevojë të mbledhemi këto në shesh, rreth kuvendit, në sheshet e Prishtinës, në mënyrë që përfundimisht t'ja ndalim kësaj qeverie punën, sepse puna e saj është për t'ja sjellur më të keqën Kosovës. Tash po ja kaloj fjalën deputetit Albin Kurti. Përdashur qytetar, sot keni fituar ju. Urime fitoria. Sot në Parlamentin e Kosovës më shumë dëgjohej zëri juaj këtu prej sheshit se saj deputetëve që e mërshën mikrofonin. Të ju falenderu peticionit juaj, protestave e demonstratave më të mëdha në Kosovën e mas luftës. Të ju falenderu kësaj protestet të sotme. Të ju falenderu ekspertve e profesionistëve nga Kosova e Shqipëria, të cilët na e kanë dëshmuar të gjithëve. 8.200 hektar të bjergve të Rogovës i takojnë Kosovës. Duke u falenderuar deputetëve opozitar e në veçanti vetëvendosjes. Duke u falenderuar edhe deputetëve si Vjosa Osmani, Najt Hasani e të tjerë, që nuk janë nënshtruar kadrive Selit, Hashim Thaçit e Isa Mustafës. Duke ju falenderuar shokëve e shoqive tonë që i kena në burg, edhe kryqin vazhdon të ndoj atje. Duke ju falenderuar pra të gjithë këtyre shkaktorëve e faktorëve, ne sot kemi korrur një fitore historike. 8.200 hektar i kemi shpëtuar. Të gjithë ju e secili prej ju. Duke ju falenderuar gjithë juve e secilit prej juve e shumë të tjerëve, të cilët kanë protestuar
janë edhe pasuri, edhe bukuri natyrore, edhe janë kuota strategjike ushtarake. Neve në nevojitet edhe pelgu i lumit bjeluha, në nevojitet edhe burimi lumbardhit pejes, në nevojiten edhe kuotat e majeve të maleve, në nevojitet kurrizi barkmaleve, sepse në kohë të paqes, fusha është më e rëndësishme, po në kohë të luftës, mali është më e rëndësishëm. Kurse ka mali, e ka dhe fushën. Unë ju falenderoj edhe njerë nga zemra për gjithë sakrificën, vetmohimin, punën, angazhimin, kontributin tuaj. Dhe uroj që të shihemi prapë në betejë treja e në fitore treja. Ne tash kërkojmë lirimin e gjithë burgosëve tonë politik. Dhe gjithashtu kërkojmë ndërheqjen e kësaj qeverie. Kjo qeveri nuk e ka vendin as në skenën politike, se lërë më në krye të shtetit. Gjitha polis, i shkëndesh kur shkojnë mrami në shtëpi.